Gjendemi para një rikthimi të shumëfishtë. Gjendemi para rikthimit të Partisë Demokratike të Kosovës në shumicën e komunave të Kosovës. Gjendemi para rikthimit të Shukri Bujës në Lipjan dhe gjendemi para rikthimit të Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakub Krasishit dhe Recep Selimit të Kosovës. Do të jam krahu i djathtë i kryetorit Shukri Buja, ashtu sikur që kemi qenë një kohë në luftën e lavdishme të ushtrisë shërimtare të Kosovës. Ju e dini se nuk është investuar ashtu siç duhet dhe sa duhet, edhe pse buxheti ka qenë krejt tjetër. Unë nuk do të lëshohem më tutje në këto vlerësime, sepse ja morë për ta shpalosur programin e Partisë Demokratike. Ndihmë emergjente nga 300 euro për familjet në gjendje të rëndë sociale e ekonomike. Rikthimi Shukri Bujës në Lipjan është rikthimi vlerave, është rikthimi identitetit, është rikthimi forcës edhe është rikthim i përkrajës së vlerave të ushtrisë shërimtare të Kosovës. Rikthimi Shukri Bujës në Lipjan është rikthim i zhvillimit në arsim, është rikthim i transformimit të plot të Lipjanit, duke votuar PDK-n në nani, duke votuar Shukri Bujën. Të dashur qytetarët e Lipjanit, kam pas fatin dhe nderin që të punoj bashkë me Shukri Bujën në kabinetin e presidentit Hashim Thaçit. Pikërisht nga ky bashkëpunim, unë e kam pa vizionin Shukri Bujës, e kam pa një njeri të besës, një njeri të fjalës, një njeri të forcës dhe një njeri që të ta zhvilloj Lipjanin sa më shpejt. Të dashur qytetarët e Lipjanit, të nderuar kolegë edhe të Kuvendit të Republikës së Kosovës, gjendemi para një rikthimi të shumëfishtë. Gjendemi para rikthimit të Partisë Demokratike të Kosovës në shumicën e komunave të Kosovës. Gjendemi para rikthimit të Shukri Bujës në Lipjan dhe gjendemi para rikthimit të Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakub Krasishit dhe Recep Selimit të Kosovës. Qytetarët e Lipjanit janë qytetarë që mbajnë fjalën. Dhe sonte këtu para gjithëve duhet të zotohemi për një gjë, që kur kthehet Hashim Thaçi, kryetar me qenë Shukri Buja dhe me prit në aeroportin ndërkombëtar Adem Jashari këtu në Lipjan. Ju them me plot përgjegjësi të madhe se politika është shërbim, jo privilegj. Andaj ne të gjithë së bashku Andaj të gjithë së bashku duhet të jemi një zëri. Duhet të bashkojmë forcat dhe ta kthejmë generalin në vendin aty ku e meriton, në karrikën e komunës, se i vetmi ky është ai që e bën ndryshimin, generali Shukri Buja. Unë sërish do të kandidoj. Do të jam krahu i djathtë i kryetorit Shukri Buja, ashtu sikur që kemi qenë një kohë në luftën e lavdishme të ushtrisë shërimtare të Kosovës. Dua të jenë krahu juaj i fortë. Ne nuk do bëjmë kompromis. Sot, me shumë se kur, Lipjani ka nevojë për një udhëheqje të vërtetë, për një zot të fuqishëm, për një lider. E ai lider të dashur, të pranishëm, është kandidati jon kryetari Shukri Buja, i cili
i cili ka vizion, i cili mon fjallën. Shukri Buja nuk flet fjallë boshe, por ku ta thet, atë premtim e realizon. Kur jam nis për me orë sot këtu, mu kujtuan nisjet e dikurshme, mu kujtuan rrugët, jo me automobil, po në këmbë, për të ardhur në takime në Banu, të një shtëpi, të një shkollë, e cila ende nuk është rregulluar, mu kujtuan rrugët e vështira për të ardhur në Banu, në Glogos, Qëllopek dhe për të deportuar në zonë operative të Karadokut, dhe sot vija me entuziazëm. E dija se ju do të më prisni kështu si shpo më prisni, sepse e kemi provuar për 6 vite se mundem, e kemi provuar se ne mundem e më mirë. Ju e dini se nuk është investuar ashtu si duhet dhe sa duhet, edhe pse buxheti ka qenë krejt tjetër. Unë nuk do të lëshohem më tutje në këto vlerësime, sepse jam ardhur për ta shpalosur programin e Partisë Demokratike. Ju i pat projektet të cilat janë madhore. Vetëm 2 projekte nga to do të jenë projekte të partneritetit publiko-privat. Pjesa tjetër është me buxhetin komunal, dhe ky buxhet komunal tani më nuk është 12 milion euro për 4 vite, për 6 vite sa ishte, tani për 4 vite është mbi 40 milion euro. Vetëm buxheti komunal, pa ministrit, pa fonde tjera. Unë do të filloj me programin për këtë pjesë, për këto fshatra ku jemi sot. Investimit në shkolla sipas standardeve eficiente, në izolim, ngrohje dhe ndriçim përmes paneleve solare. Investime në kabinete shkollore të lëndëve shkencore si në kimi, fizik, biologji dhe teknologji informative. Investime në digitalizim të shkollave përmes tabeleve smart, editorëve, bibliotekës digjitale. Aplikimin e mësimit ditor në 3 shkollat pilot projekt me mundësi zgjerimi. Njëra nga këto shkolla atëherë është ndërtuar me këtë projekt. Është ndërtuar në Banu që zhvillohet pilot projekti për mësimin gjithditor. Investime në hapësirat shkollore me rrethojë të sigurt, terrene moderne sportive, ndriçim dhe kamera sigurimi. Organizimi i transportit publik falas për të gjithë nxënësit, uniforma shkollore falas për nxënësit. Në bashkëpunim me Ministrinë e Infrastrukturës do realizojmë zgjerimin e rrugës nga rreth rrotullimi i Janijevës, Banu drejtër nën kalimi planifikuar nën Hekuru me 4 përsiqe. Zgjerimi i rrugëve ekzistuese kryesore në 3 lokalitete, si dhe rrugëve lidhëse me vendbanime tjera, duke i zgjeruar sipas standardeve me trotuar përkumbësor, shtigje për ciklistë, sinjalistik, ndriçim publik dhe shportat e motorinave. Asfaltimi të gjitha rrugëve të lagjeve me trotuar dhe ndriçim. Rritja kapaciteteve të frymëzimit me ujë në 24 orë, si dhe zgjerimi i rrjetit ujësierësit dhe kanalizimit për të gjitha lagjet e papërfshira. Ndihmë emergjente nga 300 euro për familjet në gjendje të rëndë sociale e ekonomike, 100 euro në muaj për anëtarët e familjes me sëmundje kronike, shtëpi rezidenciale për qytetarët pa përkujdesje, rritjen e subvencioneve për farë, plera, pajisje dhe teknologji bujqësore, fond për fermerët për kompenzim të dëmeve natyrore. Të nderuar të pranishëm, gjitha projektet e programit tonë, që janë si pjesë e programit që duhet të aprovohet e zhvillimit ekonomik komunë, janë projekte të cilat nuk e tejkalojnë shifrën e 32 milion euro. Kemi hapësirë ende sepse do të kemi nevojë për shumë çfarë. Buxheti komunal është shumë më i madh se këto 32 milion euro. Duken se janë projekte shumë kushtueshme, por po ju marr shembull. Nënkalimet, 3 nënkalimet nuk kushtojnë mbi 5 milion euro. Po ashtu nuk kushtojnë më shumë rrjeti i ujësierësit, ndërrimi i rrjetit të ujësierësit, ngatime, shumë fshatra, shtimi i kapacitetit të ujit, ndërtimi i rrjetit të ujësierësit në 15 fshatra. Nuk kushton më shumë se 5 milion euro. Shikuar dhe në aspektin e bujqësisë, subvencionimet që po i potenciojmë, në 4 vite do të jenë 2 milion euro, çdo vit nga 500.000 euro. Kemi tek kanalizim, të ujërat e zeza, gjithë projekte që kemi dështu si komunë, sepse udhëheqës është interesu, o do është të lidhemi me projektin që është nënshkru nga fondi Gjerman, 75 milion euro. Kemi punu që nga viti 2010 dhe në fund kjo ekzekutive ka dështu. Ky projekt i Lipjonit, gjithë kosta e ati, e lidhjes së rrjeteve të kanalizimit dhe trajtimit të
ujrave ceza nuk kushton mbi 7 milion euro. Dhe të gjitha projektet janë të përllogaritura dhe I keme me buxhet komunal. Po mundësit janë shumë të mëdha se këto që po I qesim në program.